në ndaj në 2 ditë nga zgjedhjet parlamentare. Përveç Shkodrës që ne analizuam për shkak të ngjarjes, nisëm nga Shkodra, thjesht për shkak të ngjarjes, çfarë krimet e tjera zgjedhore janë evidentuar deri tani nga SPAK dhe prokuroria dhe sa hetime ka dhe sa tani po sqaroj dhe 2 momente konkrete. Zoti Altin Dumani, drejtuesi i prokurorisë posaçme, ndërkohë që ushtroheshin kontrolle në Vaun e Dezë dhe në Malsinë e Madhe, ka patur një takim me task force-ën në prokurorinë e Shkodrës, është takuar me kryeprokurorin e Shkodrës Albert Murçaj dhe me stafin përkatës, dhe ai ka kërkuar që normalisht të ketë hetim sa i përket korrupsionit në zgjedhje shitblerjes e tjera me radhë apo përdorimit të aseteve publike në fushat zgjedhore, dhe më pas ka shkuar një tjetër qark sikurse është Lezhë, sepse dhe në Lezhë ka një hetim i cili është duke vijuar dhe që ka të dhëna konkrete për shitblerje të votës. Nuk jam ende në gjendje të them se çfarë do të rezultate do të jap apo për cilën forcë politike i përket, por është duke vijuar ky hetim dhe nga momenti në moment mund të ketë edhe rezultate konkrete. Ndërkohë, lidhur me pyetjen tuaj, ka patur 123 kallëzime të depozituara në prokurorinë e posaçme përgjatë afatit 1 mujor, të cilat janë referime nga ana e policisë së shtetit, pra oficerët e policisë gjyqësore, nga partitë subjektet politike, qytetar apo të dhëna që janë bërë publike përmes pra në atë që njihet si platforma online, dhe nga këto 35 procedime janë regjistruar kryesisht për veprën penale të korrupsionit në zgjedhje, pra që lidhen me shitblerjen e votës. Dhe SPAK-u shikon të paktën 4 ose 5 qarqe që janë shumë problematike dhe që ndryshe nga qarqet e tjera ku ka dërguar një prokuror të vetëm, në këto qarqe që unë do të listoj ka dërguar 2 ose 3 prokuror të posaçëm, të cilët janë fokusuar në shtabet konkrete dhe sikur se thash është Lezhë, është Shkodra, Tirana sigurisht ka 3 prokuror për shkak se është edhe qarku me popullsinë më të madhe dhe numrin më të madh të votuesve, Vlora, Durrësi dhe Elbasani. Po ashtu një qark problematik shikohet edhe ai i Fierit ku janë dërguar 2 prokuror, një që heton krimin organizuar dhe që është i specializuar në sektorin e krimit të organizuar dhe një prokuror tjetër që merret me hetimin e krimeve që kanë të bëjnë kryesisht me korrupsionin zgjedhor apo korrupsionin në forma të tjera. Të gjitha rastet që ka SPAK-u lidhen kryesisht me korrupsionin në zgjedhje, pra shitblerje të votës ose përdorim nga ana e kandidatëve e aseteve apo nëse mund ta them resurseve publike në favor të fushatës zgjedhore. Është angazhuar krimi organizuar në fushatë, keni dhëna dhe dyshime? Tani, unë po ju them një gjë dhe këtë mund ta konfirmoni me gjitha burimet tuaja. Të shtunën e kaluar, unë kam qenë thuajse gjatë gjithë ditës në zonat më problematike në qytetin e Durrësit, në Sukt, në Shkozet, më pas kam daluar pak minuta edhe në Shijak. Sigurisht që krimi organizuar nuk është ma i pari që rrinte në të gjitha lokalet edhe bënte presion të hapur, sepse ka patur edhe goditje apo shpallje në kërkim të eksponentëve nga ana e prokurorisë posaçme dhe një pjesë e tyre janë ose të arrestuar ose në kërkim, por me çfarë kam kuptuar me qytetarët ose çfarë bisedova me ata, patjetër që krimi organizuar ka ndikimin e vet dhe ndikimi ka përmes friksimit të kryesisht janë të atachuar pranë mazhorancës, sidomos në zonën e Shkozetit dhe në zonën e Suktit, për të friksuar qytetarët, me qëllim që ata të mos dalin për të votuar, ose duke premtuar para, se nëse SPAK do të arrit të provojë ndikimin e krimit të organizuar në shitblerjen e votës, këtë mbetemi ta shohim të gjithë unë sikurse ju dhe gjithë qytetarët. Por me thënë drejtën, situata aty ishte një situatë e cila ishte shumë e polarizuar dhe mjaftoje për shembull të flisje të pyesje thjesht për një kandidat për të kuptuar se sa e polarizuar ishte dhe se sa të friksuar ishin nga emra konkrete. E njëjta situatë është edhe në Elbasan. Cila ju përmendet Shkodrën, tani përmendet Durrësi, Lezhë, Elbasani. Këto janë në zonat më të nxehta, më problematike. Tjetër? Do të thënë, unë ja thash, Shkodra është në plan të parë, Elbasani, Fieri, Durrësi, Tirana dhe deri diku edhe Vlora. Ne do të vazhdojmë zonja Lala në ditët që vijnë, sidomos ditën e zgjedhjeve, e cila urojmë të mos ketë problematika, ha? Unë shikoj, dëgjoj, Ylli, nëse më lejon, unë shikoj këto 2 ditët, do me thënë të premten dhe të shtunën si ditët vendimtare sa i përket strategjisë së hetimit të krimit zgjedhor, sepse përgjithsisht praktika ka treguar që ata shtabe elektorale, ose parti, ose subjekte politike, apo kandidat që duan të blejnë vota, kryesisht japin para për gjatë 2 ditëve të fundit. Dhe po të shikosh... Ose i kanë dhënë me kohë. Dhe mund t'i kanë dhënë me kohë, absolutisht, po mund të ndodhë që ato që kanë dhënë me kohë, mjafton zbërtimi një celulari që mund t'jetë sekuestruar sot,
për të gjetur prova të krimeve që mund të jenë kryer edhe një vit më përpara, mund të jenë premtuar vende pune më përpara, prandaj është vendosur të veprohet në këtë mënyrë. A është kjo e mjaftueshme? Për mua jo, ka nevojë për shumë tepër punë, por ne nuk mund ta presim këtë vetëm nga institucionet. Kjo është një thirrje për gjithë qytetarët, të cilët të bashkëpunojnë nëse dikush ju afrohet, nuk mund të bëj të kontrolloj çdo shqiptar në këtë vend. Listat me emrat e qytetarëve është pak a shumë si rasti 2021-shit në qytetin e Elbasanit, ku gjetën lista me emra qytetarësh, shumë aparash, në rasti konkret janë gjetur edhe tollona nafte. Pra ky operacion është duke vijuar, me çfarë unë kam kuptuar, po këto e kam marrë me rezerva, kam konstatuar që ndonjëri nga që është pjesë e shtabeve mund të jetë infiltruar i prokurorisë, sepse prokuroria dhe agentët e BK-s dhe policia e shtetit ka zbarkuar në terren, ka patur informacion të detajuar dhe të saktë për vendodhjen e subjekteve që kishte objekt kontrolli me vendim të gjykatës. Pra çka do thot, ata kanë shkuar në pikat përkatëse pa patur asnjë problematik dhe në një farë mënyre i kanë zënë në flagrancë pa patur mundësinë ata që mund të hiqnin listat me emrat e zgjedhësve, mund të hiqnin parat apo sende tjera që mund të shërbejnë hetimit. Pra, kjo është ngjarja në Shkodër. Po, në Shkodër. Dhe domethënë deri tani të saksojmë dhe njëherë për shikuesin, policia ka saksuar, BK-ja ka saksuar, domethënë përkatësisht edhe njëherë vendet? Ja, po ju them, në Malsinë e Madhe dhe në Vaun e Dejës, për qenë korrekte me shikuesin tuaj, Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare, në bashkëpunim me BK-n, Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale dhe Drejtorinë e Policisë së Shkodrës, në vijim të punës intensive të bërë në gjithë vendin për parandalimin e krimeve zgjedhore apo goditjen e tyre në qarkun Shkodër, ka zhvilluar ose fazën e parë të operacionit kundër krimeve zgjedhore të koduar premtimi. Në datën 7/5/2025 janë firmosur urdhrat për kontrollin fizik ndaj 6 shtetasve dhe 9 automjeteve dhe nga këto kontrolle janë gjetur, janë sekuestruar celular, para dhe lista me emra qytetarësh që janë gjetur, pra ky është njoftimi zyrtar dhe nga kontrollet e kryera. Në kuadër të këtij operacioni janë sekuestruar 7 celular, pra nga 6 kontrolle 7 celular, dokumente të ndryshme, një shumë parash euro dhe lek dhe tollona karburanti. Hetimet në kuadër të këtij operacioni janë duke vijuar. Pra është njoftimi është mirë detajuar me emra konkret, janë mbi PSD-n e Tom Doshit. Deri më tani që ne flasim. Po. Duhet kemi parasysh zoti Rakipi, që zoti Doshi ka qenë shumë i ashpër në retorikën e tij. Ai në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, në mos gabojmë, ka patur 3 përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë. Betejë e tij në Shkodër, që historikisht ka marrë 2 deputet, me sa duket ka qenë një premis ose më saktë një përpjekje e tij për të marrë edhe mandatin e tretë, që në fakt do të dëmtonte të dyja forcat kryesore politike. Ai ka patur debate dhe akuza të ndërsjella me kryebashkiakun e Shkodrës zotin Benet Beci, madje një moment zotin Beci e ka akuzuar edhe si njëri që punonte në favor të ish kryeministrit Sali Berisha, pra situata në Shkodër ka qenë shumë e nxehtë dhe shumë problematike. Po sa i përket strategjisë së hetimit krimit zgjedhor, ky është rasti i parë pas atij të Lushnjës, që në fakt nuk ishte një aksion tipik i SPAK-ut, ky është rasti i parë që SPAK ka marrë vendime kontrolli si personal ashtu edhe të automjeteve për ata që njihen si kontingjentët e blerjes së votave nga qytetarët.